noti politikës. Kujna? Politikës, subjekte o politikës. Kusht ka rreth ty qashtu? Ato desh të dalë. Aty desh të dalë. Jëmë ko të shpia të kësaj. Po? Ka të të nejtë të. Edhe politikajt. Më ma lip kukrën. Ti edhe familja. Tha shtadhosës ma kështru asfaltin. Ata ja po, ja unë e jo. A po, jo. Dhe kuj, s'kum di gjona im. Me shufra. Me boksha, me shkelma, qore mare, edhe vojmë kanë gjukë, qore? Qore? A dhe vetë? Edhe li, ata se di ku qenë këtë vetë. A dhe vetë? Sukon goditje longitudinale veç ajo. Lekundje harmonike një këfar vakti, lekundje harmonike u ka. Nuk di gjona im, jau ku morë i nati, rastin e ku më shpanë në polici. Heto si ato morë me rastin. Shpresojmë, ma gjashtetorit, organet kompetente që të marrin me drenqimin e vove. Ka interesant, me 6 tetor 1968, hapet lajmi i vërtesi në radio ashtu në gazet. E kemi sjell, si në gazet ashtu në ardise në doa në mojtë mbledhi. E kemi ngrit flamurin kombëtar. Kuqezi. Me Shqipun. Tash vetëm t'ja një koment që dha një mesazh shumë të bukur. E ke parasysh ky tha asfalt e tjera. Ne 20 vjet të fundit kemi ndërtuar vetëm tulla dhe asfalt. Kurse nuk e kemi ndërtuar njerëz. Ne flasim për asetet rinis, flasim për potencialitetin shumë madh, na arsimin e kemi degraduar, si kemi gjeneruar kaotizëm. Kemi botulla dhe asfalte, nuk i kemi ndërtuar. Kurse menqëri, shkencë edhe gjitha këto, do me thonë, i kemi aq të dobta, sa që janë në proces jo vetëm të shkatërimit i rasht, po dhe të vetë shkatërimit. Ma mirë ti shojnë flinë, tha se dje nuk kojmë të rritë. Thehemi ka arsimi dhe do me thonë të ndërtojmë arsimimin, edhe pastaj lidhur me këto hallka të ndërtohet mandej vetdia, natyrisht sistemi juridik e tjera, do me thonë gjitha janë ndërlidhura njëra me tjetrën, por dhe gjitha shtetet të cilat kanë pas fatin e ligë, sukur se kemi na momentalisht, kanë filluar pikërisht për arsimimit. Ma fute këtë fjalë të re, fatin e ligë. Më e mirë, më fisnik. Aty fillon do me thonë. A bërë dhe i pytje bërë najmë, se që i kohëm një pytje. Vishë edhe një shkurë. Po? Vetë vendosja sloganin Erdita. Pse Erdita kur shpallën rezultatet natën? Shikoni... Na qam kanë mi shpallë. Shikoni, ekziston dita dhe terri. Errësira është kaotizëm, është për shembull keni dëgjuar për vrimat e zeza ose materien e errët. Domethënë aty nuk është fjala për errë, po është një padituri, një ignorancë, një primitivizëm që është edhe vetë shkatërruese dhe shkatërruese nga agjentet e jashtë. Kurse drita ajo që e sublimon, drita ajo është që gjeneron dituri, mençuri, e cila jep një informacion të organizimit koherent. Organizimi koherent është kulminacioni i mençurisë. Pa mençuri e pa moral nuk arrihet, edhe mençuria morale janë ato që shpresoj të kultivoj në shoqërinë shqiptare. Profesor i nderuar, shumë faleminderit për shënimi. Ishte kënaqësi profesor. Faleminderit për jush. Ju uroj gjithë mirat. E me që pretendoni veç arsimin, se na imi ma thot se dritë e diturisë para do na shpirë. Inshallah bëhet kështu. Ashtu. Shumë faleminderit profesor. Ecim bashkë, shkojmë kështu.
koncentrojmë Rovena këtu. Faleminderit shumë për prezencën tënde, ishte një baladë mrekullueshme në hyrjet e spektaklit ton. Zonë e zotëri, mysafir të nderuar, mirë mbrëma, mirë se vini në spektaklin tuaj Odeon. Ja ku jemi këtu bashkë i gjithë stafi i spektaklit tuaj Odeon në sezonin e ri. Ja ku jemi këtu me Bajram Dobrën, me A-Band, Mihria, Rovena, Lora, të gjithë ju, që jeni bashkë me ne autor dhe kreator të spektaklit tuaj Odeon. Në një skenografi të mrekullueshme që është gjithmonë mrekulli për vetën e saj, edhe për përbajtjen e saj, sepse është dorë vendore, Metal Bau, Gazi LED, Malfia Group. Jemi këtu bashkë në sheshin e fjalës së mirë e këngës së bukur. Sonte kemi për të thënë e për të dhënë shumë çka të bukur. Pretendentët tanë për të qenë deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës do të sjellin gjërat e tyre të bukura, pretendimet e tyre të mira për atë dheun e tyre, për vendin e tyre. Por ne jemi këtu bashkë duke falendëruar gjithmonë sponsorëve tanë, sidomos atij general, që është universiteti më i famshëm në gjithë Evropën juglindore, tani më nam edhe më tutje, UBT. Rovena, faleminderit që jemi ne, do të jemi edhe më pas bashkë, ecim tutje me marketing.